Mëngjesi. Dihet që tani videot e mia fillojnë kështu me vrap. Kemi një paradë këtu që bëhet çdo vit, Victoria Day. Edhe kemi shkuar një 3 vite të fundit. Me thënë drejtën, nuk është se doja shumë të shkoja, sepse po binte edhe shi. Po Mario më tha, shkojmë. Bëhet lëmsh. I thash, kur ta vendosesh ti të shkojmë? E kur vendose tani që parada ka filluar? Më e bukur do të shkoj me makinë, që s'ka vend parkimi. Nëse. Edhe kështu ideja. Donin të shkonim nga vllai Marios, s'po përgjigjet në telefon, kështu që ndoshta shkojmë vonë, ndoshta shkojmë nesër, nuk e di. Punë më vetë dhe ajo. Duam të shkojmë te Primarku të kthej ato gjërat që bleva dhe që nuk i kisha kthyer gati një muaj. Edhe yes. Edhe filloj shiu mirë. Kështu që bye parad, parade. Shojmë vitin tjetër me kismet, çiko sa njerëz janë andej. Që kanë gjasma, festime, gjëra. Vite jemi kaluar mirë neve. Edhe lëmsh, nuk ka njerëz, do ketë gjithmonë, po jo. Look mama. Look horsey. Ky e hap më duket, këta e hapin. Hi horsey. Janë dyqan me neve. Këta e luajnë, unë shikoj. Jo përgjepë, që të bëjmë ndryshe? Hajde, go të djece, babi. Ha, më është e mira? Se ardha në shtëpi lëshova flokët, se sikur më kapi një dhimbje koke të mërshme. Shkova te Primarku. Mirë, po nga Primarku nuk del dot pa marrë ca gjëra. T'ja tregoj kështu shpejt. 2 paltuta ose më saktë pantallona për Evanin, që ti kemi për kopësh, për ku dëgjon. Nga 7 ishin bërë 4 këto të dyja. Pastaj kam marrë nga këto bluzet që janë 1.3. Kam marrë këtë. Se lezetshme që është kjo. Pastaj kam marrë këtë me peshka të vegjël. Nuk gjeta tuta të shkurtra se e mira ishte të kisha bërë kostume. Po zgjeta, hajt më. Këto përgjithsisht nga 1.3. Ideja është që aty në kopësht i bëhen me njolla, i bëhen me ngjyra, i bëhen me edhe hajt më. Edhe kjo një. Dan. Marios na pëlqeu kjo që herën e parë që e pam. Edhe do të që ishte ngelur vetëm një e fundit edhe ishte numri Marios kjo këmisha. Është këmisha thjesht. Kjo kishte vërtet cilësi super të mirë. Më kishte ikur gjëra shtrenjtë pa e rrushin. Kishin nxjerrë një seri këmishash për burra që më pëlqyen shumë materiali. Që ta kesh kur ta bësh Do e heq, iktesh, vlera, atë zoom, më hangër, iktesh. Zoom, no. Evani të mora këtë se vjen kjo koha që si dihet as është ngrohtë, as është ftohtë, as është mish, as peshk, as asgjë. Gjeta një bluzë kështu me zinxhir. Një lavatriç është lart dhe tjetër është thar. Do shkoj të laj surrati një herë se kur e shoh veten kështu të lyer, doti që s'm pëlqej fare vetëm, duhet vetë shumë e shëmtuar. Kështu që do shkoj të vë këto për të lar. Edhe kam vënë grosh. Ja. Është ftohtë sot, është shi, është kot koha. Edhe po bëj grosh. Më janë bërë të flokët me yndyrë dhe duhet t'i laj. Edhe 100 gjëra, se që të bëj për para nuk e di. Do laj suratin para, qaj para. Thjesht për t'ja u thënë po kotë, ose më saktë një nga mënyrat që unë mundohem të kursej, e di në gjanë që sharake, e di, sepse karota nuk është, sepse karota nuk kushton shumë, mirë për jes. Kur bëhet lirë fare dhe kësa radhe u bë 4 pi për pashk,
Mora nuk e di sa kile, edhe ca i kam qëruar dhe i kam vënë kështu, i kam prerë në gjysëm, dhe tani ja hodha fasules. Edhe ca të tjera i kam bërë në kubik të vegjël dhe i kam vënë këtu për të ngrirë me perimet tjera. Thjesht një kujtesë që mund të kursejmë dhe gjëra të vogla. Po më dhem shumë koka me bëni halal. Këtu dush kam vënë një kuti të madhe sepse presuppozohet që ta lag me ujë, që ta shtyp kartonin dhe pastaj ta vë te koshi. Edhe hiç. Lavatriçe pas lavatriçe, budalliqe pas budalliku. Dhe vë një masë. Kjo është nga Beauty of Johnson. Kur i kam marrë këto në janar i kam marrë. Upsi. Kjo pakë jam duket si kishte 10 copa. Tip 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 tip. Jam filluar të plakemi. Edhe nuk është keq të plakemi. Kam shumë kohë që si kam vënë kokës vaj. Edhe po mendoja të bëj një kështu me vaj dhe në kokë. T'ja bëj fytyrës, t'ja bëj dhe kokës. Edhe pastaj të futem një t'lame. Edhe relax. Po mendoja të shikoja filmin e Jennifer Lopezit sot në darkë kur t'na flen kalamajt. Okej. Tani, qefi ma ka të bëj në botox, në gjë kështu që duken bukuroshe. Po s'na mban. Kështu që arrim me këto që ma mban. Por flokët po përdor botana oil dhe rosemary. Kështu që ky aplikator është shumë i thjeshtë. Unë kam bler set te kjo Nature Spell. Mirë, po këtë aplikator mund ta gjeni edhe në Shein, në Temu, në AliExpress, në eBay, në Amazon, ku t'ja doj qefi. Ndërkohë unë që bëj flokët kështu dhe bëj gjëra, në të njëjtën kohë mendoj, çfarë do gatuaj për javën që vjen. Se nuk ja u kam thënë. Mirë, po deri nga nëntori dua të futem on budget. Duhet të kem më shumë kujdes me lekët që po harxojmë, me idenë sepse në fund të dhjetorit duam të bëjmë një udhim të vogël. Edhe e mira është paktën ato lekë ti nxjerrim nga kjo kursimi i vogël, le të themi, që do bëjmë. Mirë, nuk i kap as dot shumë se po më dhem koka, unë zakonisht i kap me kapsi jo me plastik. But it's okay. Tani, vaj në kokë e vura, maskën e vura, fasulet po ziejnë, dhe laj duart edhe të shkoj të pi kafen time. Nam nam. Po bëj digos. Po pse hoqi bluzën? Kush hoqi bluzën? Frito Bianca. Pra ne akomodojmë kështu krem, nuk e di. Do t'i hidratoj leshin e tyrës. Keep out of tyrën. Can I see the face mask? Oh. Wait. Well, it is all wet, mommy, because it means that it's gonna hydrate your face. Is it a spa day? Hot tub party. Hot tub Hi, the mama too. Lift your face. Up face. Wait. Your face up, mama. Mario, I didn't check. Po bje ftyra, Mario, very jiggy. Haydi, let's go. Haydi, mami, now let's relax. Relax. What's up? Ma gjurë maskën Mario, se Bianca mirë, varja. No, my mommy, keep it.
Vajzë Evan, we'll take it. Relax, mama. Fasullet sa po i nxorra. Buka e mistrit doli. Një presim Marion të vi nga xhiroja që ka dal. Edhe të shkoj të bëj një dush si njeri. Thinjat që kam unë. Edhe që se kam problema. Kush është? Kusha! Ike Evan. Ua pse s'duken atë duken, ja. Edhe mua po pëlqejnë shumë rëndësisht. Se si ndihesh kur i bën gjitha. Kofi tyres të fat dhe shkojmë shtrojmë tavolinën për të ngrënë fasulaqin tonë. Kam bërë dhe një sallatë të thjeshtë, bukë misri edhe tani edhe këto mbas darke dallohet. Kjo është e Evanit se ka më shumë blueberry edhe më pak strawberry. Kjo është e Biancës, ajo do më shumë kështu. Kjo është të dyja janë, po na i lanë kalamajt i han, janë të mia dhe të Marios. Thank you, Evan. Put the other one there. Put it. Thank you. High five. Bravo. Go to Bianca now. Mama, hajde, shpejt. Okej, mama? No popatrzę mnie. Nazem. Everybody quick. Makaronat nuk e ha dot mami tani, më zgjidh dhe një gjë tjetër. Këta? Tjetër. Tjetër të nalje dhe i fund. Neve po shohim Peppa Pigun, ndërkohë Mario dhe Bianca shkuan në car boot sale që kemi këtu afër. Bëjdhe me gishtën, sikur e dini juve, po. Nëse shkuan në car boot sale që kemi këtu afër, nuk e di as vetë se pse kot ju tek Mario së zgjuan pikëngjes ta do iki, do marr vajzën ik merre tash. Ha mo mami. Edhe Evan rri mirë mami. Kosi ikën. Evan stop. Hajde, can you do a happy dance? Ha? Can you do a happy dance again? Hajde, do it. Do a happy dance, Evan. You. Ani nuk është se i shikon shumë këto kukullat, po i vëm gjas me qetëri me qeta i. Po, një. Që e vura, Peppa Pig vura, nga që kam bërë në plan për të shkuar për ditëlindjen e Biancës tek Peppa Pig World. Dhe kam filluar të vendos Peppa Pigun Evanit, se mirë Bianca, oke e nje. Po kam filluar të vendos Evanit Peppa Pigun në mënyrë që ta kuptoj se çfarë do ndodhi më vonë, domethënë kur tjetë atje të di se çfarë po ndodh. Pavarësisht se atje është shumë bukur. Kanë thënë, kam parë, por domethënë kam parë nga këto social media. Kështu unë sistemova në çik gjërat që lihen nga të gjitha anët. Ula duke bërë mëngjesin Evanit, hungry, tani po pi kafen time. How is it? I'm still standing? Edhe ti e shutë dhe kesh ti marrë.
Mlerat mëre. I will become... Edhe dy këtu. She became Google. Na dhe dy këtu. A marri, morëm djath për gjithë muin? Manage the car. That's not the one. Sa ide lezetshme kjo, ka luk, ka pirunj, ka këshu. Edhe sa bën kjo? 5 pound. Po mendoja mos është për plazh. Ta marr një herë të pyes Marion. Këta apo grin? E kemi dhe naze. Gria duket më e lezetshme. Ta marr një herë të pyes Marion. Upsi. Marrim këto për barbecue një 2 cop. Ngjeta edhe këto bebelinat e ujit për 1,99. Se di të marr një apo 2 si ato. Se s'ka kush nerva të vi prap. Për që hajtë marr 2. Tani marrim budalliqe për fëmijët. E thonë gjumë tani. Të shtrim. Nuk e di nëse sa shkëqej fytyra. Nuk është vajë, është kremri që është përthithur nga fytyra. Tani ajo që po ju thoja është që kam vendosur që të kemi një buxhet të limituar për sa i përket jo vetëm ushqimeve, por shumë gjërave. Mirë po kohëve të fundit po shpenzonim gjëra pa kriter, as vetë nuk e kuptonim pse. Kështu që kam vendosur që të paktën them muajt e verës, sepse muajt e verës përgjithsisht do hash sallatra gjëra të tilla që duam më pak mish. Faleminderit Buloti. Dua më pak mish, edhe mish është ai që është më i shtrenjtë, le të themi. Pazarin e kemi bërë tek Aldi për referencë, dhe të gjitha ato që kam marrë kanë shkuar 79. 2 qumsht. Gjysmën e njëri do e bëj kos. Nga këto për Biancën. Kastraveca. Okej, shko mami. Squishy pouches, nga këto që janë kos, po themi, jam marrë Biancës dhe Evanit. Kur marrë Bianca nga shkolla dhe Evani që trim në karrocë, atëherë marrim kështu gjëra që trim ujtë e but. 3 si këto salçicet. 1 pite. Edhe 2 nga këto. Një pica me djathë që t'ja bëj fëmijëve kur do që të kërkojnë apo unë përtoj të gatuaj ose më saktë nuk kam kohë të gatuaj. Unë jam fokusuar shumë të kohëve të fundit nga këto domate, përveç se janë shumë të shishme, janë të mira, edhe janë dhe të lezetshme. Morëm si këto që t'i vëd me vrap në ngrirje, kështu që unë nuk para bëj bukë, bëra dje për shembull një bukë fare të vockël me miell misri dhe gruri bashkë të përzier. Edhe ndonjëherë kur bëj një supë apo ndonjë gjë, mund të bëj Biancës dhe Evanit si këto, e kanë shumë qejf. Edhe jupi ka vënë ngrirje. Djath 1, 2, 3, 4, 5 si puna këtyre. 5 djath. Kam edhe 2 atje në frigorifer, janë 7. Mirë po do bëj byrek gjatë kësaj jave, edhe më duhen një 2 copa, kështu që nuk dua të bjeri poshtë. Po, sa ka marrë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okej. Ka marrë edhe gjalp, nuk po... ja, sot mbas dite do ikem në Londër, tek vllai Marios, kështu që ndoshta marr atje një gi. Gia është shumë e mirë për gatim, është thjesht gjalp i pastër, unë e marr gjithmonë, domethënë është gjalp që është zier, është hequr ajo pjesa e qumshtit. Një qep, një patate ëmbël, një patate normale. Kam marr këto kofshet e pulës që të bëjnë një ditë e pulë me patate në tavë. Nëse doni të kurseni të pjesa ushqimeve, ideja
ajo që unë do ju super sugjeroja është të bëni një listë me gjithë gjërat që do gatuani për këtë javë. Tani, unë me familjen time kemi gjetur në këtë lloj mënyre që neve bëjmë një gatim, edhe nëse ngelet për të nesërmen, merr dhe marri me vete nesër në punë. Unë zakonisht nuk, ose më saktë, unë zakonisht po mundohem të mos ha, edhe kur dua të ha, mund të ha në vezëzira dhe me sallatë. Kështu që kjo është zgjidhja që po bëjmë për momentin. Fëmijët nuk marrin, kanë ushqimin për momentin në shkollë. Bananët. Okej, kanë ushqimin për momentin në shkollë që e marrin fëmijët. Kështu që unë bëj një gatim në ditë, nuk gatuaj dhe drek dhe dark, sepse jemi në lëvizje, nuk është se jemi në shtëpi, le të themi. Çfarë mora tjetër? Gjithsesi Biancës me vete ja banane moll. Bianca nuk merr ushqim me vete, mirë po merr një 2 snacks të vogla. Dhe ndoshta nuk i pëlqejnë ato të shkollës, kështu që i jap unë. Si djali si vajza e kanë qef këto rice cakes. Edhe unë mund t'i kem qef në njerë, mund t'i vëmë një qik djath lartë ose me copza domatesh, si brusket, por në vend që t'hash të kesh buk me gjëra, bën këtë me gjëra. Këto i hapën ato, është kështu marshmallow, po janë nga këto të mëdhaja që i bën për barbecue. Edhe kurdo që të bëjmë kurdo që të bëjmë barbecue, kurdo që të bëjmë barbecue t'i kemi këtu, sepse avullojnë ato. Tani, kjo është një picnic set, ishte vetëm 5 pound, dhe mua më pëlqeu, me mendova ta merja për plazh, për shembull, ja bën ca gjëra tjerë, edhe këtu. Unë në plazh, se duhet ta them edhe këtë, mundohem jo vetëm të kursej, po dhe ideja që kam frikë ndonjëherë që mos helmohemi jashtë duke ngrënë. Përgjithsisht marrim një termos të madh, e mbushëm me pije, me ujëra, me fruta, edhe përgjithsisht bëj dhe nga një panini që e bëj shpejt e shpejt në shtëpi. Mund ta bëj me vezë, mund ta bëj me prosciutto, me djathra, me gjëra të tilla. Okej, e di që prosciutrat nuk janë shumë të këshillueshme, sidomos në Shqipëri ku kontrolli e dim të gjithë që është super i ulët. Mirë po tani për aq kohë sa neve jemi atje në plazh, do i bëjmë ato, sepse po t'jetoja atje, do bëja gjëra ndryshe. Mirë po duke qenë se jam atje vetëm për pushime, nuk më del vallaj koha që t'i bëj gjitha këto gjërat. Edhe këtë mendova për plazh, edhe nëse juve jeni këtu për shembull, edhe okay, nuk e mendoni për plazh, por për piknik, për gjëra, është super e lezetshme. Vin 4 pjata, luk, pirunj, gota e tjerë, edhe këtë ti e mbush me çfarë të duash. Unë kam një 2 si puna këtyre që i mora vjet për ditëlindjen e Biancës. Edhe e ke kështu, edhe është për mendimin tim është super e mirë, super e lezetshme si ide. Ja ta hapim pse mos do e kthejmë. Okej. Asnjë gjë e wow, si më thën. 4 gota plastike, luk, pirunj, këto pjatat, edhe i ke kështu. Tani, unë këto mund t'i vë edhe në qese, apo ku t'i gjon kështu në një vend tjetër dhe këtu vë paninet, ose eksaktësisht kështu si që është, edhe ti e di që i ke të gjitha në një vend. Është convenient, si të themi, është një gjë që ti e merr dhe është e lehtë, jo kështu. Mua mu duk okej. Tani nuk e di se zot na ruaj, çdo njeriu i duket e vetja. Mora për Biancën dhe Evanin si puna e këtyre. Një pas kam marrë. Shiko, qosëm përpara merja nga 3 nga 4, tani jam limituar marrë vetëm një. Prandaj dhe ulet çmimi. Mora edhe një si puna e këtyre me çokoladë. Që ti kem rrugës. Mora bebelina për ujë, gjeta masën e Evanit dhe mora 2 copa, duke qenë se 2 pound ishte. E sa copë ka kjo brenda? Ka 11 copë. Domethënë 11, 22 edhe 11, 33. Kam 33 tani si këto, që unë mendoj që janë mos të mjaftueshme për këtë verë. Nëse në shtëpi Evani nuk do rri me bebelina. Domethënë kur hapim pishinën këtu s'do rri me bebelina. Kështu që këto t'i hedh direkt lart. Morëm edhe ujë. Mora këto lule shtrydhet. Tani këto lule shtrydhet, nëse i vë të gjitha përpara, do hahen të gjitha.
Çfarë bëra unë javën që shkoj është që kisha marrë përveç tyre, kisha marrë dhe blueberry. Blueberry kësaj radhe nuk mora sepse nuk mi hëngrën fëmijët. Edhe hëngra zangra unë pastaj nuk e di mu shpifën dhe i hodha. Kështu që ka marrë vetëm lule shtrydhe, mbas darke zakonisht mund të hanë në lule shtrydhe në një gjë, edhe një raspberry. Mora nga një, ndoshta merr Mario edhe një tjetër gjatë javës. Mora nga një sepse dua që të rinë sa më fresh tjetë mundur. Letra higjienike, tani e mira do ishte të shkoja në farm food për letra higjienike, letra duash e tjerë, mirë po nuk kishin. Edhe dua të boshatis çik tunën edhe gjëra të tjera në mënyrë që të mund të shkoj në farm food. Dhe mora edhe këtë zbutsin, thjesht për një aromë rrobave, nuk është se nuk është i keq me të drejtën, mban goxha rrobave. Këto mora unë, të gjitha ishin 79 pound, domethënë nuk kaluan 80-çe. Ajo që po mundohem mund të bëj është që java jonë të shkoj te 100-shi. Ideja ajo është që unë ta mbaj sa më të ulët, sepse e di që nuk do mbahet asnjëherë 100-shi. Mirë, po ideja është të mbahet tek ky numër 100 pound në javë, në mënyrë që në fund muajit mos jemi më shumë se 500. Problemi është që do ikim në Londër tani, ne do ikim tek Turku, dhe kur shkon te Turku unë e di që do marrim dhe gjëra të tjera plus. Kështu që nuk e di. Gjithsesi, ideja është që unë kam mish në ngrirje, kam perime gjithashtu në ngrirje, edhe sidomos kur bëj dhe pilaf dhe bulgur, përdor ato mix vegetables që kanë lloj gjërash brenda dhe del shumë e shijshme. Kam dhe speca, kam dhe ca gjëra të tjera, kështu që prandaj mora vetëm këto. Për shembull, javës tjetër do bazohem më shumë tek gjëra të tjera, nuk do i marr më shumë djathin, për shembull, nuk e marr më për një 2-3 javë, edhe gjëra të tilla. Tani ti sistemoj të gjitha këto. Ata ime që do ha tani, kam hedhur tuna, po mbasi ja hodha u kujtova, ka qiqra, fasule, speca, domate, ca domate e shtova tani, kastravec turshi, celery, selino. Edhe i hodha dhe këtë salcën që e kam përgatitur dhe e kam vënë tek ky kavanozi. Edhe nam. Tani këtë zakonisht ose me tuna, ose me vezëzir. Tani thash ta ha me tuna. Edhe dhecit. Ta përzij mirë dhe të shkoj ta ha. Në kalova këtu që të ftohet sa më shpejt, edhe gati për ta zënë. Erdhëm në Wheaton, në vendin që jetonim përpara. Ky është High Streeti, edhe se si na duket janë hap një 2 dyqane të reja, sigur pa lesë ç'ash bër. Rrim edhe i shohim kështu. Ja, kjo YMCA, këto vdis janë për këto charity shop. Bliat e këto ishis janë vinte. U qa njyra e? Ja dhe kumlat. Jo. Ove, ha me të. O Mario. Tani këtë e bëra për mua dhe për Mario, edhe me këtë bukon shkon shumë, kështu që yes. Kale majve të makaron. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ready or not? Here I come. I found you! Ka iku lart. Ora 9:30. Ora 9:30 edhe ne tani fjetën fëmijët, sepse kur erdhëm nga Londra, nga vllai Marius, i zuri gjumi djalin makinë.
Ne, si vajza nesër nuk ka shkollë, është inset day, edhe po mirë, djalit pakon ka kopësht, kështu që do jem me Bianca në shtëpi. Kështu që ato orën 8 me 9 që unë shkoj edhe vi nga shkolla dhe jem në shtëpi për të punuar. Ljave, pastrove, fshiva, vure gjërat në vend, brej në dush, vesha këtë gjën. Edhe tani ideja është që këto kohë të fundit kam qenë pak më rigoroze, le themi, me rutinën e kremrave, si në darkë, si në mëngjes. Edhe yes. Edhe çfarë tjetër? Hiç, morëm të turku akullor me shafran. Kështu që do ta provoj. Edhe that's it, nuk e di nëse jam e lodhur, editova edhe një video të cilën duhet ta shoh prap. Parastaj ta hedh ta bëj gati për nesër. Pastaj çfarë tjetër këto? Nëse nuk ja u kam thënë, ky është një ndër kremrat aq pak sa kam përdorur, se s'kam përdorur shumë, preferuar të mit për ka NAD+ edhe retinol. Edhe peptide. Më pëlqen sepse është i trash si krem. Edhe mua më duket sikur ma mban lëkurën të butë. Se në fundit tani kjo duhet. Këtë e përdor për fytyrën. Kam edhe këtë që e kam blerë për ca kohë që nuk më pëlqen dhe aq. Mirë, po duke qenë se s'm pëlqen dhe aq, e përdor kështu. Pse nuk pëlqen dhe aq. Për që më pëlqen, që e kam për fytyrën, që më pëlqen, është më konsistencë më e trashët, ta mban lëkurën goxha butë për mendimin tim. Ideja është ta bëni këtë rutinën pak të një orë para se të shtriheni, sepse mos e fshini në jastik. Unë deri para 3-4 muajsh, le të themi, nuk kam përdorur dot kremra, duke qenë se ishe shtatzan, pastaj isha me gji, edhe nuk lejohet retinoli dhe këto kremrat e tillë, kështu që kam përdorur vajra shumë. Mirë, po tani Evanin e kam jap gji një herë në ditë ndoshta, sa për të kaluar radhën qas vetë, se kuptoj pse si heq. Po hajt më. Edhe tani për shembull kam mundësi që të bëj këtë gjë. Edhe çangeli tani qafa. Po ky që kam në fytyrë më pëlqen jashtë më se shumë. Ja tregoj dhe akulloren me shafran. Mario, do akullore me shafran? Jo. Okej, unë dua. Guarda cupola. Alla sipa. Qenja së shumë kremoze. Shafran kam në shtëpi, është goxha i shtrenjtë për qenë. Kam sërish akoma në qik të kjo vazoja. Nuk pare përdor. Ta provojmë? Është okej, ka dhe stikë brenda. Vjen një shije pak e çuditshme. Është shumë smooth. Shpresojmë tash të shohim ndonjë serial që kemi filluar me Marion ta shikojmë.
edhe shkojmë në flemë gjumë. Kështu që këtu po e mbyll të videon. Si rrallë herë që s'para bëjmë mbyllje, sepse gjithmonë jam duke marrë me gjëra. Kështu që fillimisht ju falenderoj shumë që pat videon time. Bashkimi në videon e radhës. Nëse ju pëlqeu bëni një subscribe dhe bëni share me miqtë tuaj. Dhe bashkimi në videon e radhës. Si put. Bye.